Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se nga nesër, më 1 shkurt 2026, fillon funksionimi i sistemit Qyteti i Sigurt, i cili do të zbatohet në territorin e qyteteve Shkup, Kumanov dhe Tetov, si dhe në korridoret 8 dhe 10. Me vënien në funksion të këtij sistemi, sipas tyre, do të fillojë edhe sanksionimi automatik i shkeljeve në komunikacion të evidentuara nga kamerat e vendosura në pikat kritike të trafikut. Në fazën e parë, sistemi do të detektojë 4 lloje shkeljesh. Министерството за внатрешни работи ги известува. Në fazën e parë, sistemi do të detektojë 4 lloje shkeljesh: parkim të parregullt, tejkalim të shpejtësisë lejuar, kalim në semafor të kuq, si dhe drejtim të automjetit me afat të skaduar të lesë qarkullimit. Sistemi Qyteti i Sigurt përfaqëson një investim të rëndësishëm në sigurinë rrugore, me qëllim rritjen e disiplinës në trafik, uljen e aksidenteve dhe mbrojtjen e jetëve të qytetarëve. Sipas njoftimeve të MPB-s, sanksionet më të ashpra do të vendosen për kalimin e semaforit të kuq, të cilat do të rezultojnë në një gjop prej 250 eurosh dhe heqjen e patent shoferit për një periudhë prej 3 deri në 12 muaj. Për tejkalimin e shpejtësisë së lejuar, gjobat do të variojnë nga 15 deri në 300 euro, varësisht nga shkalla e shkeljes. Vijon ndalimi dhe parkimi i paligjshëm, i cili do të ndëshkohet me gjoba prej 25 deri në 180 euro. Ndërsa drejtimi i një automjeti të paregjistruar do të kushtojë midis 100 dhe 500 euro. Ministria e Punëve të Brendshme kujton se gjobat mund të ulen me 50% nëse paguhen brenda 8 ditëve.